kemi sërish këtu, për t'i dhënë një mesazh të qartë deputetit Albin Kurti, se fillimisht në këtë zyrë, në këtë ndërtesë është uzurpator, për shkak se në këtë vend nuk mund t'jesh edhe deputet edhe kryeministër. Prandaj çdo ditë, çdo vendim që e merr në këtë ndërtesë është i paligjshëm dhe sigurisht që do të trajtohet në organet e drejtësisë kurdo që të vjen mundësia për t'i trajtuar këto vendime, të cilat po vazhdon me i marr pa pas drejt të ushtroj rolin e kryeministrit. Deputetët e kanë vendin në kuvend dhe aty duhet të jetë edhe deputeti Kurti për t'i hapur rrugë konstituimit të kuvendit, krijimit të institucioneve dhe kthimit të vendit në normalitet. Kjo situatë është e padurueshme. Shteti nuk mund të mbetet peng i asnjë politikani. Kushtetuta, rregullorja e punës së kuvendit janë të qarta. Nuk mundet askush të vendosë se kur do t'i zbatoj e kur nuk do t'i zbatoj. Në atë ditë kur një politikan vendos se cilën rregull, cilin ligj, cilin nen të kushtetutës do t'a zbatoj e cilin nuk do t'a zbatoj, mund themi lirisht se vendi është në rrezik të madh për shkak se po shet drejt autokracisë. Dhe për atë arsye, ne jemi këtu në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të demokracisë dhe nuk do ndalemi derisa ta kthejmë vendin në normalitet, në binar kushtetues dhe t'i japim vendit institucionet cilat do t'i adresojnë nevojat e mëdha që i ka vendi. Faleminderit. Legislaturët e kaluara, por një prej problemeve kryesore ka qenë përkryesuesi i kuvendit. Do marr parasysh që nga mosha i takon lëvizjes dhe vendosja, keni tentuar herë si parti politike që me këshyr këtë aspekt që me zgjedh një kandidat për deputet i cili do ta udhëheqte seancën. Do marr parasysh ndoshta edhe pak prej deklaratave të një eksponentët më të lartë, ish eksponentët të lëvizjes dhe vendosjes parlamentit, i cili tha që në kohën kur PDK po e kishte zonën Flora Brovina, po e kanë pasi zgjidhja Demi Kollosin që ta merrnin pa udhëheqjen e seancës. Shiko, ne nuk kemi menduar asnjëherë taktizime të tilla, për shkak se kur e hartojmë listën e kandidatëve për deputet, hartojmë një listë e cila e përfaqëson në mënyrën më të mirë qytetarin dhe pritet i shërbej më së miri interesat e qytetarit të Kosovës. Taktizime të tilla bën ata që kanë mentalitet dhe plan për të bllokuar institucionet, dhe kur jemi te kjo pikë duhet pasur parasysh që Albin Kurti po abuzon me Avni Deharin. Ati i ka rastis mosha të jetë kryesuesi i seancës, ai nuk është i zgjedhur në atë pozitë dhe përgjegjësitë e tij janë vetëm teknike, të thras mbledhjen e kuvendit dhe të udhëheq të kryesarit të mbledhjes derisa të zgjedhen trupat udhëheqëse të kuvendit. Por ajo që po shohim tash është një abuzim total që neve na vjen keq, të pas parasysh edhe rrethanat e zotit Avni Dehari edhe moshën që e ka, të abuzohet në atë mënyrë dhe ta shndrojnë në një bllokues të institucioneve të vendit dhe ta shndrojnë në një njerëz që sot po i bën domin më të madh bashkë me udhëheqësin e tij Albin Kurtin institucioneve të vendit. Dje keni dërguar një letër zotit Dehari për të thirrur seancën, a keni pranuar ndonjë përgjigje nga ai? Po ashtu ftesa ka qenë edhe për partitë të tjera, në këtë rast edhe për PDK-n edhe partitë minoritare, a keni pranuar do thotë edhe përgjigje nga këto parti? Po, dje kemi dërguar letrën e radhës, ftesën e radhës për ta organizuar mbledhjen konstituive, për ta vazhduar mbledhjen konstituive të kuvendit dhe sigurisht që ne jemi këtu dhe do të jemi tash në kuvend në pritje të vazhdimit të kësaj mbledhje. Kemi pranuar përgjigje nga Aleanca, të cilët do të jenë me ne në pritje të vazhdimit të mbledhjes së konstituive dhe sigurisht që do të vazhdojmë me kërkesa dhe me prezencën tonë në kuvend deri në konstituimin e plot të kuvendit dhe institucionet, kuvendit dhe trupave kryesuese të kuvendit.